E thot, pse të them New York Timesin, se në qoftë se ka media që do ta përdor për Trumpin, është pikërisht, ne që njohim, domethënë, panoramat, është pikërisht New York Timesi, nuk është Foxi. Po dhe Foxi, që kishte bërë një ashtu, e fillonte me dje kishte një shkrim Foxi, e fillonte me zvërneci dhe dilte te mlefi, tek ajo që po ndodh atje realisht. Dhe tani, kurse neve duam ta kanalizojmë patjetër, ajo është patjetër, sepse ajo është mema në kuptimin e fluturat të thashun. Dhe ai s'ka ku të zverë pa transparencë, po tani po e kalon, thot s'ka projekt çfarë transparencës të bëj. Çështja është që kjo protestë, edhe sikur të mbyllet sot, sikur ta mbyllin, sikur ta përçajnë, kjo protestë këta i ka kaluar në një dimension tjetër, dhe Edi Rama dhe Sali Berisha. I kanë nxjerrë lakuriq. Gjithë populli ju ka hequr mitin, Këta janë të shmitizuar të dy. Kjo lloj mazhorance dhe kjo lloj ashtu. Dje unë shikoja protestën, shikoja edhe këtë në Kongres, që vinte kështu vërdall, i mbaruar. Sikur t'ja ulesh zërin dhe ta shikosh në kuptimin, dhe këtu nuk është frika e këtij thjesht Trumpi që do mërzitet, që pse më ke futur për këtë, se nuk mërziten ata, se e gjejnë, ke në Malajzi, ke në Singapur, ku duash për të hedhur, po ti kesh 4 miliardët. Çështja është që këta tani po përpiqen që Shqipërinë ta vënë në funksion të mbijetesës së tyre penale. Janë të dy në spak. Janë të dy me rreth të kuq nga ndërkombëtarët, dhe nga amerikanët dhe nga ashtu. Dhe janë kail të bëjnë, të hedhin valle, të bëjnë çdo gjë në funksion të asaj, në funksion të shpëtimit të tyre. Populli po i thotë, jo, nuk të dua më. Nuk të dua. Ai na kujton neve 800.000 vota. 800.000 vota, populli atje ka parulla, çlironi votën. 800.000 votat i ke kapur, i ke marrë mënyrën si i ke marrë. Ca duke i vjedhur, ca me patronazhisht, ca duke bërë të kontrolluar, që i thon direktive me Sali Berishën aty që e ke sigurisë.